Në një qytet të vogël shqiptar, një histori familjare po merrte një rrjedhë të papritur. Ana, një vajzë e re dhe e vendosur, kishte kaluar shumë vite duke përballuar padrejtësitë e babait të saj, një burr i ashpër dhe i kontrollueshëm, i cili e konsideronte çdo vendim të saj si të gabuar. Për shumë vite, ajo kishte duruar, duke shpresuar se një ditë babai do të ndryshonte. Por ajo ditë nuk vinte. Një mëngjes, kur dielli po ngrohte lehtë rrugët e qytetit, Ana mori një vendim që do të shkunte gjithçka. Ajo do të merrte firmën e babait dhe do ta nxirrte nga banesa që e kishte mbajtur peng emocionalisht gjithë jetën e saj. Ishte një hap i madh. Një sfidë e drejtë për lirinë e saj. Ana u ngrit herët me një vendosmëri që shkëlqente në sytë e saj. Ajo e dinte se babai do të kundërshtonte çdo hap të saj, por këtë herë nuk kishte kthim pas. Me dokumentet e përgatitura dhe firmën që kishte arritur ta siguronte në mënyrë ligjore, ajo hyri në shtëpi. Zemra i rrite fort, por mendimi se po merrte kontrollin mbi jetën e saj i jepte forcë. Babai, kur e pa Anën me dokumentet në dorë, mbeti i tronditur. "Çfarë po bën ti?" pyeti me një zë të theksuar, por Ana nuk u trem. "Po mbron veten, babi," tha ajo me qetësi dhe vendosmëri. Fjalët e saj ishin të qarta, por zëri i saj nuk dridhej. Ajo kishte menduar çdo detaj, nga mënyra se si do të prezantonte dokumentet tek regjistrimi ligjor, deri te reagimi i fqinjëve që tashmë po i ndiqnin me kuriozitet situatën. Babai nuk mund të bënte asgjë, çdo firmë dhe dokument ishte në rregull ligjor. Ana e shikonte me një kombinim respekti dhe sfide, e dinte se ky ishte momenti i saj. Pas disa minutash tensionit të padurueshëm, babai u largua nga shtëpia. Ana ndjeu një ndjenjë lehtësimi të papërshkrueshme dhe një liri të re që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Që nga ai moment, ajo e kuptoi se jeta e saj mund të ishte vetëm e saj, dhe çdo hap që do të bënte më tej do të ishte i bazuar mbi vendimet dhe ëndrat e saj. Por ajo gjithashtu e dinte se sfidat nuk ishin mbaruar. Ky ishte vetëm fillimi i një kapitulli të ri. Ana ndjeu një boshllëk të lehtë kur dera u mbyll pas babait të saj. Për herë të parë, ajo ishte vetëm në shtëpinë që dikur kishte qenë e tij, dhe çdo gjë duke je huaj dhe e re. Ajo shikoi dhomën e ndenjes ku kishte kaluar fëmijërinë dhe ku kishte dëgjuar gjithmonë urdhërat e babait. Tani ajo e ndjente këtë hapësirë si të sajën, kur fqinjet filluan të shfaqnin kurreshtje dhe të përhapnin zërat për atë që kishte ndodhur. Ana ndjeu një kombinim gëzimi dhe shqetësimi. Ishte e vetëdijshme se vendimi i saj nuk do të pritej mirë nga të gjithë. Megjithatë, ajo ndjeu një forcë të re brenda vetes, një vetbesim që nuk e kishte përjetuar më parë. Në mbrëmje, ndërsa shikonte qytetin nga dritarja e shtëpisë, Ana mendoi për të ardhmen. Për herë të parë, ajo mund të merrte vendime për jetën e saj pa frikë ose faj. Por diçka e brendshme i thoshte se sfidat e vërteta sapo kishin filluar. Marrëdhënia me babain do të ndryshonte përgjithmonë, dhe ajo duhej të ishte e fortë për çdo përballje që vinte. Dita e dytë pas largimit të babait ishte e mbushur me heshtje. Ana ecte nëpër shtëpi, duke u ndjerë si një zotëruese e vërtetë e hapësirës së saj. Çdo objekt që dikur i përkiste babait tani dukej i saj. Ajo ndjeu një ndjesi çlirimi, por edhe përgjegjësie të madhe. Fqinjet filluan të shfaqnin dyshime dhe thashetheme. Disa e përgëzonin për guximin, të tjerë e kritikonin për mos respektin ndaj babait. Ana mësoi shpejt se liria kishte koston e vet, të përballej me mendimet e të tjerëve dhe të qëndronte e palëkundur. Babai, nga ana tjetër, nuk mund të pranonte humbjen e kontrollit. Ai kaloi disa net duke menduar strategji për të rikthyer autoritetin e tij, por gjithçka dukej e kollë. Ana ishte e përgatitur ligjërisht dhe çdo hap i tij do të ishte i pamundur. Ana filloi të organizonte jetën e saj. Ajo pastroi çdo cep të shtëpisë, duke e bërë atë të ngrohtë dhe të rehatshme për veten. Çdo detaj që ndryshonte e bënte shtëpinë të ndiej më shumë si një strehë e vërtet për të larg hijes së kontrollit të babait. Në një moment, Ana hapi një kuti të vjetër me fotografi dhe letra të kohëve të fëmijërisë së saj. Ajo i shikonte me kujdes dhe ndjeu një kombinim nostalgjie dhe dhimbjeje.
Çdo kujtim i shkaktonte dhimbje për të kaluarën, por gjithashtu i jepte forcë të përballej me të ardhmen. Një ditë, ndërsa punonte në kopshtin e shtëpisë, Ana pa babain që qëndronte në rrugë, duke e parë nga larg. Ai nuk foli, por sytë e tij ishin plot mllef dhe trishtim. Ana ndjeu një trishtim të brendshëm, por e di që ky moment nuk ishte për të kthyer mbrapsht vendimin e saj. Ajo ishte e vendosur të ecë përpara. Ditët e para të lirisë, Ana i shfrytëzoi për të zbuluar aftësitë e saj të fshehura. Ajo nisi të organizonte dokumentet e shtëpisë, të planifikonte buxhetin dhe të mendonte për projekte personale që më parë nuk i kishte mundur. Çdo veprim i vogël i jepte ndjesinë e kontrollit mbi jetën e saj. Babai nuk e la qetësisht situatën. Ai filloi të përpiqej të bisedonte me fëmijët, duke përhapur histori të egzageruara për sjelljen e gabuar të Anës. Por ajo ishte e përgatitur për thashethemet dhe nuk u ndje e kërcënuar. Sa më shumë që ai përpiqej, aq më e vendosur bëhej Ana. Një pasdite, Ana mori një telefonat nga një shoqe e ngushtë që i ofroi ndihmë për të organizuar një aktivitet humanitar në qytet. Ana e pranoi me entuziazëm. Ajo kuptoi se liria e saj nuk ishte vetëm largimi i babait, por edhe mundësia për të ndihmuar të tjerët dhe për të jetuar sipas dëshirave të saj. Babai, kur e dëgjoi për aktivitetin, u zemërua. Ai mendonte se çdo gjë që Ana bënte ishte kundër tij. Por për herë të parë, fjalët e tij nuk e frikësuan. Ana ndjeu se për çdo sfidë që ai vinte, ajo bëhej më e fortë. Një mbrëmje, Ana vendosi të shkonte në qytet për një shëtitje të qetë. Gjatë rrugës, ajo pa fytyra të njohura që e shikonin me përbuzje dhe disa me respekt. Ishte një moment ku kuptoi se liria e saj po krijonte një ndikim dhe se njerëzit fillonin ta njihnin si një grua të pavarur. Në shtëpi, Ana gjeti një letër nga babai i saj. Letra ishte e shkurtër, por e qartë. E di se fitove këtë betejë. Por mos haro, familja është më e rëndësishme se çdo dokument. Ana e ruajti letrën dhe ndjeu një emocion të dyfishtë, trishtim për marrëdhënien e prishur dhe një krenarie të brendshme për guximin e saj. Ditët kalonin dhe Ana filloi të planifikonte projekte më të mëdha. Ajo mendonte të organizonte kurse për vajzat e reja të qytetit, për t'i ndihmuar të bëheshin të pavarura dhe të vendosnin për jetën e tyre. Ky ishte një hap i madh, por ajo ndjeu se tani ishte gati për sfida më të mëdha. Babai, duke parë ndryshimin e Anës dhe ndikimin që kishte në komunitet, filloi të ndjejë keqardhje dhe trishtim. Por krenaria dhe egërsia e tij nuk i lejonin të pranonte se vajza e tij po e tejkalonte. Ai filloi të kuptonte se çdo hap i Anës përpara ishte një hap drejt pavarësisë së saj dhe larg tij si figurë kontrolluese. Ditët kalonin dhe Ana filloi të ndjente një ndryshim të thellë brenda vetes. Liria e fituar nuk ishte thjesht një çlirim fizik, por edhe një zgjedhje emocionale dhe mendore. Ajo filloi të shkruante ditarin e saj, duke shprehur çdo ndjenjë të shtypur që kishte mbajtur gjatë viteve nën kontrollin e babait. Çdo fjalë e shkruar ishte si një hap drejt shërimit të brendshëm. Një mëngjes, ndërsa po dilte nga shtëpia për një shëtitje në park, Ana pa babain që e ndiqte me vështrim nga larg. Ai nuk foli, por sytë e tij ishin të mbushur me mllef dhe trishtim. Ana ndjeu një ndjenjë të përzier, një farë keqardhjeje për marrëdhënien e tyre të prishur, por edhe krenari për vendimin që kishte marrë. Ajo vazhdoi rrugën pa kthyer kokën, duke kuptuar se liria e saj ishte më e rëndësishme se çdo fjalë e tij. Pas takimit të papritur me babain, Ana u kthye në shtëpi dhe vendosi të përqendrohej tek projektet e saj personale. Ajo filloi të organizonte kurse për vajzat e reja në qytet, duke i ndihmuar të mësonin aftësi që do t'u mundësonin të bëheshin të pavarura. Çdo moment që kalonte duke ndihmuar të tjerët, Ana ndjente një forcë të re brenda vetes. Kjo ishte më shumë se liri, ishte fuqia për të ndryshuar jetët e tjera për mirë. Ana filloi të ndjente se vendimi i saj për të nxjerrur babain nga shtëpia kishte sjellë ndryshime të mëdha jo vetëm për të, por edhe për gjithë familjen. Fëmijët dhe njerëzit në qytet filluan ta shikonin me respekt dhe admirim.
Shumë vajza të reja e shihnin atë si shembull për të ndjekur ëndrat e tyre pa frikë. Por ky sukses nuk vinte pas sfida, babai vazhdonte të përpiqej të minonte autoritetin e saj në mënyra të fshehta. Një ditë, ndërsa po organizonte një aktivitet për vajza të reja në komunitet, Ana pa babain që po e ndiqte nga larg. Ai nuk foli, por vështrimi i tij tregonte një ndjenjë përzierë, mllef për humbjen e kontrollit dhe keqardhje për marrëdhënien e prishur. Ana ndjeu një lodhje të brendshme, por e dinte se vendimi i saj ishte i drejtë dhe i domosdoshëm për lirinë dhe pavarësinë e saj. Në mbrëmje, Ana u ul pranë dritares së dhomës së saj dhe shikoi qytetin që shkëlqente në dritën e hënës. Ajo mendonte për çdo hap që kishte bërë dhe çdo sfidë që kishte kapërcyer. Çdo përpjekje për të marrë kontrollin mbi jetën e saj e kishte bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për vlerën e lirisë. Ajo vendosi se do të vazhdonte të ndërtonte jetën e saj sipas dëshirave dhe ëndrave të veta, pavarësisht çdo pengese që mund të vinte nga e kaluara. Ditët pas largimit të babait, Ana filloi të ndjente një liri të re të thellë, por edhe përgjegjësi të madhe. Çdo vendim që merrte ishte për jetën e saj dhe për të ardhmen që dëshironte. Ajo vendosi të ndërtonte një hapësirë të re për vetveten, një vend ku mund të punonte, të meditojë dhe të ëndërrojë pa ndjenja frike ose presioni. Një mëngjes, ndërsa po shkonte për të takuar shoqet e saj, Ana pa se babai kishte lënë një letër mbi tryez. Letra ishte e shkurtër: "E di se po ecëm përpara dhe nuk mund të ndaloj më. Por kujto se familja nuk harrohet kurrë." Ana e lexoi me qetësi dhe ndjeu një përzierje emocionesh, keqardhje për marrëdhënien e prishur dhe krenari për vendimin e saj të fortë. Në javët që pasuan, Ana filloi të organizonte takime dhe kurse për vajza të reja në qytet, duke u dhënë mundësi të mësonin aftësi praktike dhe të bëheshin të pavarura. Çdo aktivitet i vogël i dha një ndjesi përmbushjeje, dhe ajo kuptoi se liria e saj nuk ishte vetëm largimi i babait, por edhe fuqia për të ndihmuar të tjerët dhe për të krijuar një ndikim pozitiv në komunitet. Ditët kalonin dhe sfidat nuk mungonin. Babai vazhdonte të përpiqej të ndikonin vendimet e Anas përmes thashëthemeve dhe fjalëve të fshehta. Por Ana kishte mësuar të mos lejonte kërcënimet e tij të ndikonin mbi jetën e saj. Çdo përballje e bënte më të fortë dhe më të sigurt në vendimet që merrte. Një pasdite, ndërsa po organizonte një aktivitet për vajza të reja në qytet, Ana pa se disa prej fqinjve filluan të mblidheshin dhe të diskutonin për atë që kishte ndodhur. Disa e kritikonin, disa e përgëzonin, por ajo nuk u ndje e shqetësuar. Ajo kuptoi se vendimet e saj nuk varen nga mendimet e të tjerëve, por nga ajo që ajo besonte se ishte e drejtë. Në mbrëmje, Ana u ul pranë dritares së dhomës dhe shikoi hënën që ndriçonte qytetin. Mendimet e saj shkuan tek e kaluara dhe përvojat që e kishin formuar. Ajo ndjeu një përzierje emocionesh, trishtim për marrëdhënien e humbur me babain, por edhe kënaqësi për çdo hap që kishte bërë drejt lirisë dhe pavarësisë. Një ditë, babai erdhi pranë shtëpisë pa paralajmërim. Ai nuk foli, por qëndroi për një moment duke e shikuar. Ana e kuptoi se ky ishte një përpjekje e fundit për të rivendosur autoritetin e tij, por ajo qëndroi e palkundur. Me një zë të qetë por të vendosur, ajo i tha: "Babi, liria ime është e pakthyeshme. Mund të kesh mllef, por nuk mund të më ndalosh." Pas këtij momenti, babai iku pa folur dhe Ana ndjeu një lehtësim të madh. Ajo kuptoi se fuqia e saj nuk vinte nga fjalët e babait, por nga vendimet e saj, nga aftësia për të qëndruar e fortë dhe për të ndërtuar jetën që dëshironte. Çdo ditë që kalonte, Ana bëhej më e vetëdijshme për vlerën e lirisë dhe pavarësisë. Në fund, Ana kishte ndërtuar një jetë të re për veten. Marrëdhënia me babain mbeti e tensionuar, por ajo mësoi të jetonte pa u ndikuar nga mlefi i tij. Liria e saj ishte fituar me guxim dhe vendosmëri, dhe fuqia për të ndihmuar të tjerët dhe për të ndërtuar një komunitet më të fortë e bëri të ndiej e përmbushur. Ana e kuptoi se pavarësia dhe liria janë të vetmet armë të vërteta për të jetuar sipas dëshirave dhe ëndrave të veta.